Në bazë të nenit 358 të kodit të procedurës penale, në emër të popullit merr dhe shpall këtë aktgjykim. Të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me të dhënat si në procedurval të shurtimit gjyqësor, të gjithë të lartcekurit janë fajtor. Sepse me datë 24/09/2023, nga ora 01:00 në fshatin Banjës të komunës së Zveçanit, të akuzuarit Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, së bashku me pjesëmarrësit e tjerë të grupit tani të aratisur, me role të ndryshme, duke filluar nga roli i bllokimit të rrugëve, të trajnuar në mënyrë personale, ku pjesa më e madhe e grupit pasi që kanë hyrë në mënyrë të organizuar përmes rrugëve malore ilegalisht në territorin e Republikës Kosovës nga Republika Serbisë, me 10 vetura e disa prej tyre edhe të blinduara, të mbushura me armë të rënda, municion, raketa hedhëse, eksploziv, uniforma të kamufluara ushtarake dhe pajisje logjistike ushtarake, fillimisht kanë bllokuar rrugët tek ura e fshatit me 2 kamion, pastaj janë fshehur dhe kanë zënë pozicionet e tyre dhe pasi që kanë ardhur zyrtarët policorë të Republikës Kosovës për të hequr kamionët dhe liruar rrugën, në ato moment i kanë sulmuar me eksploziv dhe armë të rënda, me rast tek ura e fshatit ka mbetur i vrarë zyrtari policor Afrim Bunjaku, si dhe është plagosur zyrtari policor Alban Rashiti, e janë lënduar zyrtarë të tjerë policor Çilerim Shaqiri, Mirsad Kryziu, Sada Dushi, son ky i cili ka vazhduar deri në orën 15, ku shumica dërmuese e këtij grupi janë aratisur në drejtim të rrugëve malore për në Republikën e Serbisë. E gjithë kjo me qëllim që seriozisht të destabilizojë dhe shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike e shoqërore të Republikës Kosovës. Përmes këtij plani mirë të organizuar, përmes përdorimit të dhunës me armatim të rënd, kanë tentuar që të shkëpusin pjesën veriore të territorit të Republikës së Kosovës, respektivisht komunat e banuara me shumicë serbe dhe këtë pjesë të territorit ja bashkojnë Republikës së Serbisë, me rast si rezultati i dhunës së përdorur ka vdekur zyrtari policor Afrim Bunjaku dhe është rrezikuar jeta e zyrtarëve të tjerë policor dhe popullatës civile. Me këto veprime, të akuzuarit kanë kryer veprat penale, kryerja e veprës terroriste në ndërlidhje me vepra të rënda penale kundër rendit kushtetues së Republikës së Kosovës. Në mbështetje të dispozitave të kodit penal të Republikës së Kosovës dhe kodit procedurës penale, kjo gjykatë shqipton dënimet si vijën. Të akuzuarin Blagoje Spasojević e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqiptuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Vladimir Tollish e gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Në dënimin e shqiptuar me burgim i llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuarin Dušan Maksimović e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje për 30 viteve. Në dënimin e shqiptuar me dënimin me burgim llogaritet koha e kaluar në masën e paraburgimit. Të akuzuar Blagoje Spasojević, Vladimir Tollish, Dušan Maksimović, me akvedim të veçantë ju vazhdojnë masa e paraburgimit deri në plotësishmërinë e këtij aktgjykimi.